Lideri demokrat Sali Berisha pas paraqitjes në SPAK hodhi akuza ndaj gjykatës kushtetuese që sipas tij qëllimisht nuk ka marrë në shqyrtim masën e tjetërsigurisë. Ajo gjykatë që është një notere e turpshme, them kështu, e akteve kriminale të qeverisë shqiptare, ajo gjykatë që shqyrton brenda një muaji kërkesën e Lubi Ballukut, shtyn shqyrtimin e kërkesës time për në tetor. Nga ana tjetër ai komentoi të ashtu quajturin takimi i Arubës. U betuar në kushtetutë dhe jo në Bibël. Sepse ky është një personazh kompleks. Ky për kushtetutë e ka si një prostitut politike. Kushtetutën nuk e ka asgjë. Lidhur me Arubën është figuron emri i Engjëll Agaçit, Ergjys Agasit dhe i Damjanit që thot betohem. Sali Berisha dhe Jamar Bërmallthezi, dhëndri i tij bashkëpandehur në këtë proces me dy biznesmenë e një notere, dyshohet se kanë kryer korrupsion. Nga ana tjetër, dhëndri akuzohet se ka bërë dhe pastrim parash si pasojë e privatizimit të trojeve të ish kompleksit sportiv Partizani. SPAK thotë se kjo vendimmarrje i atribuohet Sali Berishës kur shërbente si kryeministër i vendit.